Të nderuar deputet, procedojmë me rendin e ditës. Paraprakisht po e shoh që zoti Tahiri po e dëshiron fjalën. Urdhëron zoti Tahiri. Faleminderit, nderuara kryetare, nderuar kryeministër, të nderuar deputet, në mirë kuptim në emër të grupit parlamentar kërkoj që pika e 3 e rendit rezoluta të vendoset në pikën e parë për shkak se kryetari Ramush Haradinaj ka një angazhim dhe ka dëshirë që të jetë pjesë e votimit të kësaj rezolute. Ju faleminderit për mirë kuptim. Faleminderit zoti Tahiri. A ka dikush nga grupet parlamentare që dëshiron të marrë fjalën për këtë? Pra, propozimi i zotit Tahiri është që të zhvendoset pika e 3 e rendit të ditës, që ndërlidhet me rezolutën për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar në Hag. Nuk po shoh që ka ndonjë vërejtje apo kundërshti në këtë drejtim. Prandaj po vazhdojmë pra me këtë pikë. Atëherë po kërkohet një votim formal. Prandaj edhe po e vendosim pra në votim. Pra propozimi është që rezolutat si pikë 3 e rendit ditës që është vendosur nga kryesia e kuvendit me konsensus të gjerë të dalë pika e parë e rendit ditës. Prandaj kush është për këtë propozim? Kush është kundër? Kush abstenon? Presim rezultatet e këtij votimi. Për kanë votuar 101 deputet, kundër asnjë dhe abstenime asnjë po ashtu.